Ndryshojmë temën, ndalemi tek çështjet e drejtësisë. Prokuroria ka kërkuar pretensën për të përfshirët e dosjes Metamorfoza. Për të na dhënë më tepër detaje, lidhemi drejt për drejt me kolegen Glidona Daci. Glidona, çfarë kërkon prokuroria për të akuzuarit e dosjes Metamorfoza? Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar pas disa seancash të dështyra për shkak të mungesës së avokatëve, gjatë ditës së sotme ka arritur të relatojë konkluzionet e saj përfundimtare sa i takon një prej fraksioneve të dosjes Metamorfoza, sepse duhet tekstuar këtu që prokuroria ka kërkuar le të themi margjin e dënimit për veprat penale të cilat parashikohen dhe mund të përfshihen tek gjykimi i shkurtuar, çka do thotë në rast se shpallen fajtor ulet 1/3 e dënimit, si vepra penale, shpërdorimit të detyrës, korrupsioni apo sigurimi i kushteve për të kryer vrasje dhe grupi i strukturuar kriminal, ndërkohë që nga ana tjetër sa i takon çështjes së ngjarjeve të tjera kriminale, siç janë vrasjet dhe vrasjet të mbetura në tentativë, çështja Metamorfoza do të vijojë në pjesën tjetër ku vazhdon procedura me gjykimin e zakonshëm dhe do të shohim se si do të shkojë gjithë procesi në lidhje me këtë çështje. Pak përpara se prokurori Arben Krajë relatonte konkluzionet përfundimtare për margjin e dënimit, ka pasur një diskutim sepse avokati i Edmond Prekës kishte sjellë një raport mjekësor duke pretenduar se nuk është në gjendje të mirë shëndetësore dhe kërkonte shtyrjen e seancës edhe ditën e sotme, ndërkohë që avokati i caktuar kryesisht nga ana e gjykatës ka pretenduar se nuk është gati për të bërë të gjitha argumentat e tij për të bërë mbrojtje, ndërkohë Edmond Preka, i cili ishte i pranishëm në këtë seancë së bashku me Ortun Bistrin, ka të pretenduar se nuk ka mundësinë një avokati kryecaktuar kryesisht nga ana e gjykatës për të zhvilluar mbrojtjen, po ashtu nga ana tjetër ka pasur kundërshti edhe nga avokatët Gurali Brejmllari dhe Gentiar Rumano sa i takon të gjithë mekanizmit dhe mënyrës se si po administrohet procesi nga ana e gjykatës, por në përfundim gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar i ka kërkuar prokurorisë të relatojë konkluzionet përfundimtare të saj sa i takon personave të cilët ishin marrë zyrtarisht të pandehur. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka kërkuar dënimin e Behar Bajrit ose Brajovic, sepse ai në dokumenta e ka Brajovic me 15 vite burgim, ku për shkak të gjykimit të shkurtuar automatikisht atje ulet 1/3 e dënimit në rast se do të shpallet fajtor. Dënimin sipas PAK ta kryen i burg të sigurisë së lartë, ai akuzohet për drejtuesin e grupit kriminal, sigurimi i kushteve për vepra penale dhe sigurimi i kushteve dhe materialeve për të kryer vrasje dhe korrupsioni zyrtarëve të drejtësisë. Po ashtu kërkon që të konfiskohet një makinë automjet tip BMW dhe t'i kthehen sendet personale. Për Plum Gjokën, PAK ka kërkuar dënimin e tij me 14 vite burgim, të vuajë dënimin e një burg të sigurisë së lartë për sigurim kushtesh, armbajtje pa leje, grup kriminal dhe korrupsion i funksionarëve të lartë shtetëror se të zgjedhurve vendor. Po ashtu nga ana tjetër Edmond Preka, 11 vite burgim për sigurim kushtesh dhe armbajtje pa leje, këtij të fundit i konfiskohen 3 automjete, të cilat ju gjetën gjatë kontrollit në momentin kur u bërë edhe arrestimi i tij. Për Asmer Bilalin, po ashtu PAK ka kërkuar 10 vite burgim për veprën penale dhe sigurimit të kushteve dhe grup kriminal dhe i konfiskohet aparati celular. Ardit Hasan Begaj, 9 vite burgim, sigurim kushtesh dhe grup strukturuar kriminal. Xhevair Lita, ish drejtuesi i prokurorisë së Kukësit dhe Njera Zi ka qenë prokuror i dosjes në Shkodër, aty ku morën përfituan lirinë të paktën antarët disa prej le themi miqve të Behar Bajrit dhe ky i fundit vet. SPAK ka kërkuar dënimin e tij me 6 vite burgim për veprën penale të korrupsionit pasiv dhe korrupsion aktiv, sepse në disa momente është prokurori Lita i cili është korruptuar, ndërsa në momente të tjera ka hyrë tek kolegët e tij, miqtë dhe të afërm të tij për të bërë të mundur lirimin e Behar Bajrit nga burgu. Po ashtu nga ana tjetër 9 vite burgim është kërkuar për Ortion Bistrin, ish drejtorin e operacionales për korrupsion pasiv dhe zbulim të dhënave sekrete, ndërkohë që nga ana tjetër është kërkuar të konfiskohen pajisjet dhe aparatet celular, heqja e sekuestros së pasurive të paluajshme dhe në këmbim konfiskimi i parave në 1.300.000 euro. Të falenderoj për gjitha të dhënat që përcollesh.